Duke patur si vokacion parësor priftërin, Imzot Fanoli u dorëzua djak në Kishën Ortodokse të Brooklynit në moshën 26 vjeçare. Rastën e priftit e mbathi më 8 mars 1908, teksa i dha zë gjuhës anëtare në Kishën e Bostonit me mbajtjen e liturgjive të shqipëruara. Me rritjen e ndikimit të tij pranë diasporës, më 27 korrik 1919 ju besua drejtimi i Kishës Ortodokse shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me mbështetjen e Sinodit Rus dhe në inovacionin e shqiptarëve të Amerikës, Fanoli u zgjodhi pari peshkopi i Kishës Ortodokse shqiptare. Pas shumë përpjekjesh, në prill 1937, ëndra e tij e kahershme për një kishë kombëtare shqiptare u përmbush, kur Patriarkana e Stambollit njohu zyrtarisht Kishën Ortodokse Autoqefale shqiptare. Si kryeredaktor i gazetës Dielli në Boston dhe si kryetari i Federatës Vatra, Noli kishte treguar për kushtimin për të shërbyer interesave kombëtar. Për këtë qëllim, kryesoi delegacionin shqiptar në punimet e lidhjes së kombeve, ku së bashku me Mitat Frashërin dhe Hil Mosin, militoi për pranimin e vendit në këtë organizëm paqëruajtës, ndërsa në emër të konsolidimit të shtetit të ri shqiptar, do të përfshihej edhe në jetën politike të vendit.